përshtypje jashtëzakonisht negative, ndërsa vetëvendosja nëse dëshiron mu bë subjekt politik duhet më reformu s'kaq shumë. Kurti nuk ka ndërmend më reformu, madje edhe ka kriju rivalitet me Vjosa Osmanin që sadash me kriju një rivalitet të tillë, nuk pivyn. Nuk vyn Kurtit, ky po ka dëshirë me shku në zgjedhje me mujt këta. E qytetarit nuk intereson ka shemune Kurti kanë. Mas pak të intereson qytetarit. Qytetarit i intereson apo rritën pagat, apo zvoglohet inflacioni. Si është një situatën politike rreth zgjedhjes së presidentit në Kosovë? Po mendoj që situata duket mjaft dramatike, nuk ka ndonjë farë zgjidhje që cila mund të propozohet dhe mund të shmangemi zgjedhjet e jashtëzakonshme. Pra, tash kanë filluar të gjithë të bëhen interpretuese kushtetutës, partitë politike, njerëzit, deputetet, fatkeqësisht po merren me interpretime cilat kushtetuta nuk ka nevojë as të interpretohet ajo si kushtetutë, sepse neni 86 është shumë i saktë, thuhet që në rast se presidenti nuk zgjedhet brenda 45 përkatësisht nuk zgjedhet me kohën e duhur një muaj para se ti përfundoj mandati, shteti brenda 45 ditëve shkon zgjedhje. Kjo i bën që prej ditës kur ajo veç mandatin domethënë e hub mandatin, kjo i bën që 5 prilli është edhe fundi i mandatit të saj, atëherë për asaj kohë janë 45 ditë, brenda këtij 45 ditë duhet të organizohen zgjedhjet e jashtëzakonshme, pra nuk ka tjetër hapësirë dhe manipulim si shfolje apo si thuhet në opinion publik nga njerëz të ndryshëm cilët fare nuk kanë të bëjnë me gjë me kushtetutën as me ligjet as me aktet fuqi, po flasin kutrum, disa flasin për interesa tyre politike, disa flasin edhe për qëllime të këqija, domethënë gjithë interpretojnë çka të munden e si të munden, po realiteti objektiv është se kushtetuta jonë e sheh periudhën 45 ditë. Pasi që dështon zgjedhja e presidentes të organizohen zgjedhjet e jashtëzakonshme. Pra zgjedhjet priten mos u boshë me 5, domethënë dikon i bjen me 25 maj dikon, ashtu shkon. Domethënë ish dashme kanë 15 maj data e zgjedhjeve të jashtëzakonshme, jo 15 prilli shpolloj ta, sepse mandati i saj përfundon sot domon me 5 mars, ndër një muaj para kohë, para mandatit të rregull, pra ajo përfundon legalisht mandatin me 5 prill. Pra aty të bjen edhe 45 ditë, mundesh me kalkulu 45 ditë edhe brenda çatij 45 ditë shteti shkon në zgjedhje dhe nuk ka nevojë as me interpretu, as me fol kërkosh sepse shumë është e saktë kushtetuta. Kjo pjesa politike është shumë e vështirë, është e komplikuar, domethënë Kosova po ballafaqohet me probleme të mëdha politike, me dramatitet të shtuar, me pa reforma me administratë publike, pa integrimet e nevojshme evropiane, pa integrimin e strukturat euroatlantike dhe natyrisht edhe pa antarësim në organizatat e ndryshme regionale dhe ndërkombëtare. Pra Kosova ka stagnuar jashtëzakonisht shumë, çka mbaj mend qytetarë dhe na është që japen do lemosha, japen do çështje, shpenzojnë para të cilat nuk kthehen asnjëherë. Japen parat dhe ato si para nuk kthehen sepse janë vetëm aspekte sociale, e mbulojnë disa dimensione sociale, mirë po realisht nuk kthehen në investime direkte apo indirekte shtetit. Pra ka vetëm shpenzime, pas ka investime. Shteti ka stagnuar jashtëzakonisht shumë në investime, domethënë që nuk ka as investitor të huaj, ndërsa kjo qeveri që ishte edhe kjo qeveri që u bë me të njëjtit njerëz nuk ka kur fare ideje çka me bë, çush me bë probleme, çush me zgjidh më mirë ose çush me investu ekonomi, se pa investuar në ekonomi s'ka kurrë për kësaj pune. Pra çmimet po rriten vazhdimisht, ekonomia është e tabet, na po jetojna kryesisht për importit, dhe ka stagnuar krejt prodhimtaria pothuajse, ose prodhimtaria e varfër që bëhet e madrave në Kosovë, pra krejt importi na mbulon. S'ka marrëveshje tregtare me shtete, nuk ka kurrë që dihet është cefta dhe s'ka kurrë më tepër. Kjo pjesa tjetër politike është gjëna edhe me përmend, se çaq poshtë kemi ra si shtet dhe si vend, sa që gjithkush u bë kandidat për gjithçka, për ministër, për deputet, për president. Sa jem të kandidat, propozimin e Albin Kurtit për Glaukun, ç'e keni pa? Unë mendoj që Glauki është për vetëvendosjen, që aty brenda këtij subjekti politik është një njeri i duhur, sa përket asana që kush vlen, kush është më i keq, kush është më i mirë. Bili ky apet reflekton në sozat e asana që mundohet të jetë një politikan i mirë dhe i barabartë përkatësisht me i respektu të gjithë njëjtë edhe opozitën, por prapse mbetet aq që është Glauki, pra antari i VV-s, padyshim që
VV-ja ka njerëz cilët unë kam thënë vetëm mi mos, çka ti bësh ata është njëjtë, sepse nuk kanë na far kapaciteti profesional, na far kapaciteti që një kush për diçka, apo që ka bën na far analizë të mëdha politike, ka marrë pjesë në konferenca ndërkombëtare, o shumë diçka, ata janë krejt kështu. Pra s'ka gjapi tyne, po mundesh me bë çka dush ata pi presidentit me bë deri te ministri, atje njëjtë është domethënë. Unë kam përshtypje jashtëzakonisht negative, ndërsa vetëvendosja nëse dëshiron mu bë subjekt politik duhet më reformu s'ka shumë. Kurti nuk ka ndërmend më reformu, madje edhe çka, ka kriju rivalitet me Vjosan Osmanin që sa dash me kriju një rivalitet të tillë. Pra ai ka të drejtë kur flasëm edhe për kandidatë të tjerë, ai ka të drejtë i ketë edhe dy kandidatë mi propozu, ja që po thot ai tjerë do të më propozu, ai mundet edhe një se i ka numrat, pra 30 deputet i ka, 57 i ka mandate, pastaj i ka edhe minoritetet, pra mundet lirisht dy kandidat mi bë vetveja. Pa opozit, pa kur shoh, po e bën vetë, bën kandidat, i shpall kandidaturat, dhe pastaj shkon procesi ashtu që thot kushtetuta që me vote fshehte do të zgjedhet kandidati, domethënë nëse s'mundet herën e parë me 2/3 e votave dhe herën e dytë me 2/3 e vota, herën e tretë është me shumicën e thjeshtë sa ti bën me 6-1, pra mundet mos zgjidhet problemi. Ky njeri Kurti nuk është interesuar me gjetë me shku për para shteti, nuk është interesuar. Që kish pas një kandidat që shkon që kishin votu krejt partit? Nuk besoj që po këta kishin mujt me bë jashta subjekteve të tyre politike me gjetë një konsensus brendshëm, pra si parti politike me gjetë një konsensus edhe me bë domon propozimin, bërë nga bota civile, nga bota akademike, zgjidhje ka sa dush, po s'ka pas interes me gjetë zgjidhje. Kështu është problemi kryesor, nuk pivyn. Nuk vyn Kurtit, ky po ka dëshirë me shku në zgjedhje me mujt këta. E qytetarit nuk intereson ka shemune Kurti kanë. Mas po këti intereson qytetarit. Qytetarit i intereson apo rriten pagat, apo zvoglohet inflacioni, apo rritet produksioni ekonomik, a ka eksport më të të modrave, apo zhvillohet njeri, kërkush nuk merret me kësaj pune sa merret Albin Kurti me këta, as pak s'merrem me këtë punë, domon shumica, sidomos unë tham vazhdimisht nuk e kuptoj pse duhet me këshir ta tugaru. Populli duhet me pas iniciativë tjetër. Këto i ki dy rrugë me ndryshu këtë sistem. Këtë sistem të ngërshit të kryum. Ose kime shku drejt për strejti në ato më kryu parti të reja politike nga bota akademike, civilje dhe strukturat e biznesit, ose me shku me irzu këta dhe më thonë me protesta, se këta s'po marim është. Vetëvendosja nuk po bindet që s'mundet me qeveris vetën pa pas marrëveshje politike që ne quajna demokraci konsensuale Kosovën. Kushtetuta jonë është demokraci konsensuale, pa konsensus s'bën kur gjë ta. Pra dosh me pas konsensus me zgjedh presidentin, dosh me pas konsensus me i kalu marrëveshje ndërkombëtare, pastaj nëse dëshiron me ndryshu kushtetutën, do të mi pas 2/3 e pakica me ndryshu kushtetutën, pra na jena shtet i konsensual. Pra me kushtetutë. Prandaj nuk do të më ndërtu si far pikpamje pa lidhje që njeri i vetë mund të qeverisë se ka 50+1. Pra nuk shkon ajo punë. Pra ka disa situata apo tema të cilat nuk i kalon edhe me pas 50+1, sepse sistemi proporcional është ky që është, dhe ai nuk t'i lejon kështu sepse sistemi proporcional zgjedhor e një konsensusin si formë politike të qeverisjes, po sikurse që është ndërtuar edhe kushtetuta ajo në bazë të sistemit proporcional, që çdo gjë brenda dohet në mënyrë konsensuale dhe gjithë partitë politike duhet me gjetë zgjidhje apo rrugë për qeverisën. Pra këto janë problemet seksume që vazhdojnë të jenë shumë interesante sidomos për Kosovën, edhe më këtu kërkush s'pi merr më seriozisht, unë personalisht as nuk e marr më seriozisht këtë punë, se o bë çaq bajat kjo punë, saqë nuk ka kurfar kuptimi, më marr me gërça politik, me njerëz që kanë probleme sociale që veç kshyrin çka po bën, ministra, presidenta, këta njerëz kanë probleme shumë të mëdha për veti si çush me jetu e lemo tash me bë domon me dal në opinion publik dhe më të bë gjithkushit gjithçka më të bë me të hub çushtojnë edhe Marokën në gjuhë popullore për më bë deputet, më bë kryetari i këtij shteti ose sepse s'ka më kurrë që kalon në mënyrë dinitoze, s'ka dinitet më shteti, pra e kalon pa dinitet, pastaj intelektualet merren me punë tjera, merren me ta. Hese kanë pa që këtu është xhurullti, me fjalë të tjera është një gjendje e madhe kaotike, mbretëron një gjendje politike kaotike dhe nuk dëshiron më marr kush me këtë punë derisa s'ka një establishment të ri politik, parti të reja politike. Unë mendoj që populli është ai i cili duhet me i prikë këtyre ndryshimeve. Nëse nuk ka protesta, s'ka kurrë. Nëse klasa intelektuale, inteligjenca pra nuk qohet në kom dhe nuk bën subjekte politike, nuk themelon, atëherë nuk e di çu kena me dalë na pikë gërshave dhe pikë problemeve që kanë
që i kanë themelu vetë të subjekte politike, pozitë opozitë, se këta nuk dallon njën e pi tjetës fare. Kjo është një nat i madhë. Këtu bizatran një nati, edhe kur që s'ka as ma shumë as ma pak. Pra i nati është shumë i madhë, do të me gjithë. Nuk janë të interesu me dalë jashtë i natit me gjithë zgjidhje edhe mbet ku janë, do më thonë që është në 1 vjet, 2 vjet me problem. Qëto ngërqet politike dhe kjo situata, çfarë mesazhe mundu me përcjell për partnerët ndërkombëtar të Kosovës? Mesazhi dyhet, mesazhi është negativ, ata presin kur po themelojnë institucionet, kur po funksionalizohet shteti, a ka partner me kanë me fol, kush ka validitet ligjor dhe kushtetues me fol me këta njerëz, me kanë do të me bisedu, ti kur s'ki institucione s'ki as me kanë me bisedu, domethënë, s'ki president, nuk ki kryeministër, se që të bjen presidente, bjen edhe qeveria, bjen kuvendi, krejt domethënë shkojnë për shpije që është dhe me gjuhë popullore, pra do të me gjithë çka me bot, do të me prit edhe minimum edhe 6 muaj ditë, 7 derisa të bëhet qeveria re, kuvendi i ri, sane edhe plus problemet e tjera ka se s'dihet që është i vjen më rezultatit. Rezultati mund me qenë pak a shumë kjo që ishte herën e fundit, po nuk do me thonë që është bashkërisht ashtu, se mundet me të befasu, se populli jonë di me të befasu që çuditesh, pra të elektorati jonë që është i rregullt, i saktë është 42%. Na i kemi pas herën e fundit 26%, 2 herë, në zgjedhjet e përgjithshme, mirë po elektorati jonë stabilo 22%, nuk është 26%, pra tash a ka me radhë dalja, as ka me radhë pritet me po. A ka me orë diaspora dhe njerë me vot që të punën e një që ka bo, nuk i dije dhe më në kësaj teme, edhe pse këta tentojnë me i bo zgjedhje dhe më të jashtëzakonshme kur vjen edhe diaspora, se që aty e kanë shpresën që i mujnë me fitu ma shumë. Pra, kjo është situata që mendoj që kur ma keq shteti nuk i ka pas fund se tashti, dhe më prej kur është themelu shteti, pra kemi problemet e teksume të kësaj natyre. Ngërçi mund të hiqet në rast se bëhet, dhe më thonë, nxjerrjet ligji nga kuvendi i Kosovës për zgjedhjet e drejt për drejt e presidentit. E kishte zgjedh populli e zgjedh presidentin drejt për drejt dhe e kishte zgjedhë, kështu që nuk kishte pas më të lash më marrë me kuvend, pra s'ka gatishmëri dhe vullnet nga partitë politike, sepse ky funksion, pra ky post shihet që post që duhet me marrë një parti politike, që ai që fiton shumicën parlamentare, që e bë qeverinë, tenton me fitu me çdo kusht edhe postin e presidentit, pra këshyrin me mbikëshyr këtë post, me monitoru, ai kur s'ka qenë si president i pavarë, as si president Kosovës se ka pas pavarë, madje as ati fete ja jogën, ja, veç ka arë për strukturave tjera që është bërë shumë edhe humor, ma temen e zarfave, kush e ka bërë, ka bërë arsye pse o bërë, ishte ma tepër gjendja qesharake, komike, se sa diçka tjetër, pra na kemi problemet e shumë të që peshen edhe vetë, po zgjidhje ka kur ka vullnet politik, nëse kanë vullnet i gjeni edhe zgjidhje për qëta problemet, nëse s'kan vullnet politik, nuk dëshiron atër mbesimi qështu që shjena të marë me fjallët e njëjta dhe me problemet njëjta. A menon që mundet me pas në lëvizje prej Vjosës më këthy në LDK? Po ka pyetje që bëhen të kësaj natyre, pse Vjosa mendoj që nuk është ma ideja saj të kthehet në LDK, por ideja saj mund të jetë themelimi një subjekti tri politik. Ajo mendon që do të ketë një listë qytetare prap, besoj që ajo e bën këtë listën qytetare. A ka me pas dikon prej LDK-sa? Besoj që po, ka me pas edhe njerëz të LDK-s që ka me shku aty, po nuk besoj që lista guxo del prej vetvendosjes. Unë mendoj që zoti Kurti ka mohallashtis në gjuhë popullore po foli prej listës guxo dhe njerëzve të këtij subjekti politik dhe alternative se Mimoza Kusari që kurrë nuk i nimojnë Kurtit, veç i ka Paterica me naq aty kot, edhe me dhuru poste. Kurti për ta veç ka dhuru poste sans ka bë. Edhe i ka ngrit disa tipa, disa njerëz të LDK-s që s'kan kanë as LDK bashkërkushi. Po që i ka ardhur sapi që ka ardhur, prandaj Kurti duhet me mendue. A don me i pas këta, kot me i dhon poste, a don me reformu partinë e vetë, pse jo me marrë njerëz nga struktura civile, nga bota akademike, me forcu lëvizjen vetvendosje, mos më marrë me njerëz të tillë me dhuru postet ministri kot, se ju e dini kona i ka dhuru këtë ministri domethënë. Ju ka dhuru njerëzve cilës kanë haber me këto punë, domethënë po kryesori janar pe LDK-s, qëllimi ka qenë me shkatru LDK-n, e veves ajo po dihet. Kur gjë s'ka këtë tjetër, është me shkatru si subjekt politik. Deri dikun ja kam rri qëllimet me përgjysmu me i bat gjitha këto sene, me gjitha të Vjosa e mon përgjësin kryesore, pse LDK-ja është sa të kështu. Tash me këtyn LDK nuk e di çfarë kuptimi ka. Nuk besoj që ajo i kthehet LDK, sepse e di çka ka bën LDK. Pra ku delsh me një subjekti politik, e shkosh një subjekt tjetër e apet po kthehen aty. Nuk shkon më se ka si njerëz që thonë po kthehet ajo në LDK dhe bëhet kryetare e partisë, i prin listës së LDK-s, që si muhabet e mirë, po kjo nuk është as pak e saktë e qartë.
nuk është domethënë kërkush se ka thonë, asaj as kërkush hiç, po unë mendoj që ajo ka me bëni subjekt të ri politik, edhe ashtu punon ta. Madje ka bëni i ka një grupi punon për 10 vetëve që ja ka nis muhabetet me bën ku çysh me bë kësaj pune, ajo do të jetë pjesë e garave në zgjedhjet e ardhshme, se po shihet që s'ka ku më shku, kemi me pas zgjedhjet e jashtëzakonshme. Nëse veç vendesh kanë zgjedhje, kush mendon që ka me përfitu më shumë politikisht prej kësaj situate? Po pret me fitu VV-ja, domon. Ata mund t'i fitojnë domon 1-2% më shumë, edhe kur gjë kërkojnë domon 53%, s'ka kur gjë. Ma shumë, po mundet LDK-ja pak me ra, 1%, 1% e diçka, PDK-ja përsërit rezultatin e njëjtë. Po thuj se pra s'ka kur gjë, po tashti Aleanca ja kalon pragën është shumë problemi ma, sepse mendoj që Aleanca ka shumë vështirë me kalu pragën. Ashtu menzi e ka kalu pragën e 5.75, menzi ka më rri, pra është në rrezik. Aja kur sa kanë ma kaq e vogël. Gjithmonë i ka pas mbi 6%, këso herë ka rënë 9-6%. Pra rrezik është Aleanca mos me kalu pragën as 5% me marr. Po nëse shkon Aleanca bëhet mirë, se shkon një dhe djel një subjekt i ri politik, edhe ashtu s'ka pas kur gjë për atij subjekti politik, ka kon subjekt i vogël, përfitues, zhvatës edhe tana zezat, po sa s'ka pas për tyne, po si do shohin çka po ndodh, do të thonë këtu jena pe shohim. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe juve.